Rinia ka raste kur thot, valla s'pa mundi bre me agjeru. Tash, a ke provu ndonjëherë? Jo, tha s'po mundi, po për shka s'po mundish? Po që bre cigaren për pi, na i birë, po duhet me ngrit gjatë ditës. A kështu shumë djali miri, si janë shumë... Thash, ati qka? Ti filloja me agjeru, ti respektoje syfyrin, respektoje sofrën e iftarit, edhe sa për fillestar, unë po të thomë, merë pi cigare. Ama ushqimin tjetër respektoje gjdo rregull të agjerimit. Qose të pijet edhe birë, merë edhe birën pije, masi po thu s'po mundesh. Mirë po, pa e provu, mos thuj s'po mundesh. Ky agjerim nuk është, nuk mundem me thonë që është i papranuar, se dihet rregullat e agjerimit. Po për ata që thonë vetës s'po mundem për shkak cigares, për shkak alkoolit, le ta provojnë, e ta respektojnë, le të solidarizohen me anëtarët e tjerë të familjes në sofrën e syfyrit, në sofrën e iftarit, keni me pa që kanë me mund. Ku është efekti? Kjo nuk është as dietë, kjo nuk është as norm e Kuranit, se si duhet me agjeru. Po për ato që hiç nuk agjeron, besoni, ai ka me fillu me agjeru, sepse si që thash, i kryon 4 shprehit mira. Dhe ti zotni, mos thuj bes po mundem, ngritu vren mëngjes, mos e kall cigaren, mos e pi biren, mos ato, derin 12, apo mundesh? Derin 12 vazhdo. E lulluje. Kjo është, shikoni, ju vjen që sharake, po më besoni që kjo metod i preferoj rinin që thej nuk mundem, se më duhet koncentrim, besoni, ju vazhdoni që shtu në qëtë mënyrë, ndoshta ata ma të pranushëm kanë me pas. Edhe unë e kam se vapit.